Nxirë gjuhën para pasqyrës. Çfarë sheh? Një hollë të kuqe, çarje të thella, një stres të bardhë që nuk largohet, ngjyrë të zezë apo një zonë të lëmuar në mes që duket ndryshe nga pjesa tjetër? Shumë prej jush stremen menjëherë kur vërejnë ndryshimin e gjuhë. Të tjerë bëjnë gabimin e kundërt, i neglizhojnë për javë ose muaj. Por gjuha nuk është një detaj i parëndësishëm. Ajo mund të tregojë gjendjen e higjienës së gojës, hidratimin, përdorimin e barnave, praninë e infeksioneve, forcën e imunitetit dhe në disa raste problemin që kërkojnë vlerësim mjekësor. Mikesh miq, sot po takomi sërish dhe për mua është një kënaqësi si gjithmonë. Jam doktor Skedi Faria, themeluesi K-Day Hospital. E do të flasim për ndryshimet më të shpeshta që mund të shfaqen në sipërfaqen e gjuhës. Pamje normale, ato gjeografike, çarjet, stresën e bardhë ose të trash, ngjyrën e zezë me pamje qimesh, glositin romboid mesatar dhe kandidiazën eritematoze. Që në fillim duhet të sqaroj diçka shumë të rëndësishme. Jo çdo ndryshim është i rrezikshëm. Shumë prej këtyre gjendjeve janë të padëmshme, të përkohshme ose të menaxhueshme. Por kjo nuk do të thotë se duhen neglizhuar. Një ndryshim që vazhdon, shoqërohet me dhimbje, djegje, gjakosje, erë të rëndë, vështirësi në gëlltitje ose nuk përmirësohet me higjenë të mirë orale, duhet parë tek mjeku specialist. Le ta nisim nga pamja normale. Një gjuhë e shëndetshme zakonisht ka ngjyrë rozë, është e lagësht, disi e ashpër dhe lëviz lirshëm. Ajo nuk është krejtësisht e lëmuar, sepse në pjesën e sipërme ka shumë ngritje të imta që quhen papila. Këto janë struktura të vogla që ndihmojnë në ndjeshmëri, shije dhe në funksionim normal të këtij organi. Pamja mund të ndryshojë gjatë ditës. Kafeja, çaji, duhani, ushqimet të ngjyrues, dehidratimi, frymarrja nga goja, higjiena jo e rregullt ose një periudhë pas sëmundjes mund ta bëjnë sipërfaqen e gjuhës të duket më e veshur, më e thatë ose më e zbehtë. Kur këto ndryshime janë të përkohshme dhe largohen me kujdes të zakonshëm, zakonisht nuk janë arsye për panik. Një nga pamjet më karakteristike është ajo që quhet gjuhë gjeografike. Quhet kështu sepse në sipërfaqe krijohen zona të kuqe të lëmuara me forma të çrregullta që ngjajnë si harta në dukje. Sot mund të jenë në njërin anë, pas disa ditësh në një pjesë tjetër. Kjo gjendje krijohet kur disa zona humbasin përkohësisht papilat. Pra ato ngritje shumë të vogla që zakonisht e bëjnë sipërfaqen pak të ashpër. Kur këto struktura mungojnë në vende të caktuara, zona duket më e kuqe dhe më e lëmuar. Shkaku i saktë nuk dihet gjithmonë, por mund të lidhet me ndjeshmëri individuale të mukozës, si stres, irritim nga ushqimet jo pikante ose acide. Kjo pamje mund të trëmbë pacientin, por në shumicën e rasteve është gjendje benigje, pra jo malinje dhe jo e rrezikshme për jetën dhe shëndetin. Nuk është infeksion gjitës dhe nuk do të thotë automatikisht sëmundje serioze. Megjithatë, disa persona mund të kenë djegje ose irritim, sidomos kur konsumojnë ushqime pikante, acide, shumë të nxehta, shumë të kripura ose alkool. Pra, te forma gjeografike, problemi kryesor nuk është infeksioni, por ndjeshmëria e mukozës. Nëse nuk ka dhimbje të fortë, shpesh mjafton shmangja e ushqimeve që e acarojnë dhe ruajtje e higjienës orale. Por nëse djegja është e vazhdueshme, nëse pamja ndryshon në mënyrë të pazakontë ose pacienti nuk është i sigurt për atë që sheh, kontrolli mjekësor është i arsyeshëm. Një tjetër gjendje e shpeshtë është sipërfaqja e gjuhës me çarje, ku shfaqen zbrazda ose vija të dukshme. Disa janë të cekta, të tjera më të thella. Shpesh zbulohet rastësisht gjatë larjes së dhëmbëve ose kur personi kontrollon gjuhën në pasqyrë. Çarjet shpesh krijohen si një variant i padëmshëm anatomik. Shkaku i saktë nuk është gjithmonë i qartë, por mund të ketë lidhje me predispozitën familjare, moshën, tharjen e gojës, irritimin kronik ose me gjendje të tjera të mukozës orale. Në shumë raste mund të jetë e pranishme prej vitesh dhe të mos shkaktojë asnjë shqetësim. Por kur brazat janë të thella, aty mund të grumbullojnë mbetje ushqimore, baktere dhe stresozin. Kjo mund të krijojë erë të pakëndshme, irritim ose ndjesi djegjeje. Prandaj, pastrimi i butë i gjuhës, hidratimi dhe kujdesi i rregullt dentar kanë rëndësi të veçantë. Fërkimi agresiv nuk ndihmon, përkundrazi mund ta ndihmojë më shumë mukozën. Pastaj kemi sipërfaqen e gjuhës të veshur me një lloj strese. Kjo është një nga arsyet më të zakonshme pse njerëzit shqetësohen. Ajo mund të duket e bardhë, gri ose e verdhë. Në shumë raste kjo ndodh nga grumbullimi i qelizave të vdekura, baktereve dhe mbetjeve ushqimore. Shkaqet mund të jenë të thjeshta, higjenë jo e mjaftueshme, dehidratim, duhan, kafe, çaj, frymarrje nga goja, gojë e thatë, përdorim barnash ose periudhë pas një infeksioni. Edhe kur personi ha më pak, pi më pak ujë ose pastron më pak gojën gjatë një sëmundjeje, gjuha mund të duket më e veshur. Zakonisht përmirësohet me larje të rregullt, pastrim të butë dhe hidratim të mirë. Një stres e bardhë, sidomos kur shoqërohet me djegje, skuqje, dhimbje ose ndjeshmëri, mund të lidhet me kandidiazë. Kandidiaza është një infeksion korpudhor.
që shpesh shkaktohet nga një kërpudhë e quajtur Candida. Kjo kërpudhë mund të jetë normalisht e pranishme në gojë në një sasi të vogël, por në disa kushte mund të zhvillohet më shumë se zakonisht dhe të shkaktojë problem. Candida mund të shtohet më shumë pas përdorimit të antibiotikëve, te personat me diabet të pakontrolluar, kur imuniteti është i dobësuar, kur goja është shumë e thatë, te personat që mbajnë proteza dentare ose te ata që përdorin barna me kortizon që thithen nga goja. Prandaj një stres e bardhë që nuk largohet, që rikthehet vazhdimisht ose që shoqërohet me djegje, nuk duhet quajtur thjesht papastërti. E pe gjuhën të zezë dhe mendove menjëherë më të keqen? Gjuha e zezë me pamje qimesh nuk nënkuptojnë gjithmonë diçka të rrezikshme. Papilat janë zgjatime shumë të vogla në sipërfaqen e gjuhës. Normalisht, kjo sipërfaqe rinovohet vazhdimisht. Qelizat e vjetra largohen gradualisht gjatë përtypjes, pirjes së ujit, pastrimit të gojës dhe higjienës së përditshme. Kur ky pastrim natyral ngadalësohet, papilat mund të zgjaten më shumë se zakonisht dhe të mbajnë baktere, mbetje ushqimore, duhan, kafe ose ngjyrues të tjerë. Për këtë arsye, gjuha mund të duket sikur ka qime. Shpesh kjo gjendje përmirësohet me pastrim të rregullt, hidratim dhe eliminim të faktorëve nxitës. Por nëse nuk largohet, nëse shoqërohet me dhimbje, djegje, erë të rënd ose stres që rikthehet, duhet kontroll. Jo çdo pamje e frikshme është e rrezikshme, por çdo ndryshim i qëndrueshëm meriton vëmendje. Një gjendje tjetër e rëndësishme është glositi romboid mesatar. Fjala glosit do të thotë inflamacion, ndërsa romboid mesatar i referohet zonës dhe vetndodhjes. Zakonisht duket si një zonë e kuqe e lëmuar në formë rombi ose ovale në pjesën e mesme ose të pasme të sipërfaqes së gjuhës. Shpesh nuk dhemb, ndaj shumë njerëz mund ta zbulojnë rastësisht. Në këtë zonë mungojnë ose janë më pak të dukshme papilat, pra ato ngritjet e vogla që normalisht e bëjnë mukozën e gjuhës pak të ashpër. Prandaj pjesa e prekur duket më e lëmuar se sa pjesa tjetër. Glositi romboid mesatar krijohet kryesisht në zonën e mesme ose të pasme të gjuhës dhe mund të shfaqet më shpesh te personat me diabet, imunitet të dobësuar, gojë të thatë, përdorim antibiotikësh, përdorim kortizoni që thithet nga goja, proteza dentare ose duhanpirje. Kjo gjendje nuk duhet ngatruar me një djegje të zakonshme nga ushqimi i nxehtë. Nëse një zonë kuqe e lëmuar dhe e pozicionuar në mes ose në pjesën fundore të gjuhës vazhdon e tillë për javë, duhet parë nga specialisti. Candidiaza eritematoze është një tjetër problem që shpesh nuk njihet nga publiku. Eritematoz do të thotë e skuqur, pra ndryshe nga forma që shfaqet me stres të bardhë, ku ajo mund të shfaqet si zonë kuqe, e lëmuar, e ndjeshme, me djegje ose pa rehati. Candidiaza eritematoze krijohet kur candida, pra një lloj infeksioni kërpudhor, zhvillohet më shumë se sa normalisht. Por në vend që të shfaqet si stres e bardhë, ajo jep zona të kuqe, të lëmuara, të ndjeshme ose me djegje. Mund të prek gjuhën, qelzën, mukozën e gojës ose zonën nën proteza dentare. Shfaqet më shpesh kur ka diabet të pakontrolluar, përdorim antibiotikësh, imunitet të dobësuar, gojë të thatë, proteza që nuk pastrohet mirë ose përdorim të barnave me kortizon që thithen nga goja. Këtu është shumë e rëndësishme që të mos ngatrohet çdo skuqje me candidiazë. Një skuqje mund të vijë nga irritimi, dëmtimi lokal, protezat ose sëmundje të tjera të mukozës. Prandaj diagnoza nuk bëhet vetëm duke parë një foto në rrjet. Duhet parë pamja, kozgjatja, simptomat dhe faktorët e pacientit. Nëse një ndryshim zgjat më shumë se 2 javë, nëse ka dhimbje, gjakosje, djegje të fortë, masë të fortë, vështirësi në gëlltitje ose njollë që nuk largohet, duhet kontroll mjekësor. Pika më e rëndësishme në të gjithë këtë temë është kjo: gjuha nuk interpretohet vetëm nga ngjyra. Një stres e bardhë nuk është gjithmonë candidiazë, një sipërfaqe e zezë nuk është gjithmonë sëmundje e rëndë, çarjet nuk janë domosdoshmërisht problem aktiv dhe një zonë e kuqe nuk duhet quajtur automatikisht irritim. Dallimi bëhet duke parë disa elementë bashkë: pamjen, kozgjatjen, dhimbjen, djegjen, gjakosjen, barnat që përdor pacienti, higjienën, duhanin, diabetin, imunitetin, protezat dentare dhe faktorët lokal në gojë. Vetëm kështu mund të kuptohet nëse bëhet fjalë për një gjendje të padëmshme, irritim, infeksion korpudhor, pasojë të barnave apo problem që kërkon trajtim më specifik. Për ta bërë më të qartë, forma gjeografike zakonisht nuk është infeksion dhe nuk është ngjitse. Çarjet zakonisht janë variant i padëmshëm, por mund të mbajnë mbetje ushqimore dhe baktere nëse nuk pastrohen mirë. Stresa e bardhë ose e trashë shpesh lidhet me higjienën, dehidratimin, duhanin, gojën e thatë ose barnat, por ndonjëherë mund të lidhet edhe me candidan. Pamja e zezë me qime shpesh lidhet me zgjatjen e papilave, pra të atyre ngritjeve të vogla në sipërfaqe, si edhe me duhanin, kafen, gojën e thatë, antibiotikët dhe higjienën jo të mirë. Glositi romboid mesatar dhe candidiaza eritematoze janë 2 gjendje ku lidhja me candidan duhet menduar seriozisht, sidomos kur ka faktor rreziku. Kur duhet të shqetësohemi? Nëse një plag në gjuhë nuk shërohet brenda 2 javësh,
nëse ka gjakosje pa arsye, nëse ka dhimbje të vazhdueshme, nëse ndihet një masë e fortë, nëse shfaqet vështirësi në gëlltitje, nëse ka djegje të fortë që nuk qetësohet, nëse një njollë e kuqe ose e bardhë nuk largohet, nëse ka humbje peshe të pashpjeguar ose lodhje të pazakontë, këto shenja nuk do të thonë automatikisht se ka diçka të rëndë, por janë arsye për të mos humbur kohë me vetë diagnostikim. Çfarë mund të bëjë një person në përditshmëri? Së pari, higjenë orale e rregullt. Dhëmbët duhen larë të paktën 2 herë në ditë dhe sipërfaqja e gjuhës duhet pastruar butë, jo me forcë. Së dyti, hidratim. Goja e thatë favorizon shtresëzimin, erën e keqe dhe irritimin. Së treti, duhani dhe kafeja mund të ndikojnë në ngjyrën e mukozës dhe në grumbullimin e stresës. Së katërti, antibiotikët nuk duhen përdorur pa rekomandim mjeku. Së pesti, protezat dentare duhen pastruar dhe kontrolluar rregullisht. Nëse përdorni barra me kortizon që thithen nga goja, shplarja pas përdorimit është shumë e rëndësishme. Nëse keni diabet, kontrolli i sheqerit në gjak ndihmon dhe shëndetin e gojës. Nëse keni djegje të përsëritur në këtë zonë, mos e trajtoni automatikisht si mungesë vitaminash pa përvlerësim. Në përfundim, gjuha nuk është thjesht organi me të cilin flasim, shijojmë dhe gëlltisim. Ajo është një sipërfaqe ku mund të shfaqen shenjat të higjienës, hidratimit, infeksioneve, barnave, imunitetit dhe gjendjeve të tjera mjekësore. Mos u alarmoni nga çdo ndryshim, por mos e injoroni kujdesin për higjienën orale. E nëse keni mbërritur deri në fund të kësaj videove, do të thotë se ju ka pëlqyer deri një farmase. Ju falenderoj nga zemra për kohën, vëmendjen dhe besimin që na dhuroni. Nëse kjo përmbajtje ju ka ndihmuar, do të isha shumë i lumtur po ta ndani me të tjerët, ta pëlqeni, të lini një koment dhe të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube për më shumë përmbajtje të këtij formati. Është vërtet një kënaqësi dhe privilegj të kemi një komunitet kaq të veçantë ndjekësish.